Mos pasje vullnetin nga qyteti i Shkupit, nga kjo udhëheqësi tash, ka ngesur, mirë po kandidati për kryetar qyteti, Orçja, dhe e ka në programin e tij dhe nesër mendoj dhe paralemron, ishmi bashkë edhe në vendngjarje, edhe në programin tim, kjo është projekti i parë prioritar pra për Çajirin, zgjerimi i rrugës së Cvetandimovit apo rrugës së Jajbashës, e cila mandej lidhet me Qarkorën dhe e hap arterien kryesore të komunikacionit në Çajir, ndërsa në plan janë edhe zgjerimi i rrugës Brigadës Kosovo-Macedonase dhe rruga John Kennedy është përkthen në bulevardin Nikola Karef. Këto tre rrugë japin tjetër dimension pra Çajirit në aspekt të komunikacionit. Po pse nuk janë bërë këto më herët? Nuk do thotë që edhe pushteti lokal në kohën tuaj nuk ka pas një çfarë përgjegjësie. Pse nuk janë bërë më herët? Ose të paktën ka pas një nismë në atë kohë? E para, dhe më thonë, Çajiri ka qenë ndarë. Para 2005-ës, deri në John Kennedy ka qenë qendër, mbi John Kennedy ka qenë Çajirin e vjetër. Mandej u formu kjo komunë si është formu, pra një gazel 3.4 km2, me shumë probleme, me shumë banorë dhe me pak mundësi. Nuk ka fabrika, buxheti është i kufizuar dhe arsyeja kryesore është që deri më tash nuk ka pas qeveri që ka mbështet komunat apo që i ka mbështet decentralizimin fuqishëm siç është kjo qeveri. Sa për informata, Çajiri tash mbas numrit të banorëve, që është i vetmi kriter për ndarjen e mjeteve nga Kredia Hungareze, përveç buxhetit që e ka, pra 8 milion euro çdo vjet merr nga Kredia, ndërsa realizimi i Cvetandimovit është 8 milion euro. Tash edhe qyteti mos ta bën, edhe qeveria, Çajiri edhe vetë mund ta bën me këtë përkrahje të qeverisë që ka.